Bashkia Maliq ka zhvilluar një mbledhje analize me shefat e çdo sektori ku është diskutuar mbi ecurinë e deri tanishme të punës dhe prioritetet për periudhën në vijim. Në këtë takim u shqyrtuan projektet në proces, investimet në infrastrukturë, si dhe problematikat e hasura në terren. Drejtuesit e sektorëve paraqitën raportet përkatëse, ndërsa u theksua nevoja për rritjen e efikasitetit dhe përmirësimin e koordinimit ndërmjet strukturave të bashkisë. Në qendër të diskutimeve ishte forcimi i standardeve të shërbimit ndaj qytetarëve, duke synuar përgjigje më të shpejtë dhe më cilësore ndaj kërkesave dhe problematikave të tyre. Kuadër të takimeve operative që ne bëjmë çdo muaj, ishin takime me përgjegjësat dhe drejtues të institucioneve që ka bashkia. Në fokus ishin puna e realizuar një muaj më parë, detyrat e lënë për muajin mars. Shpresojmë që puna të ecë normalisht, duke gjetur dhe duke zgjidhur gjithë problematikat e qytetarëve. Fokusi ishin patjetër në rend të parë ishin ata, ndaj edhe të shpresojmë që muaj mars vera që sapo ka nisur të ketë punë më të mira edhe shërbime më të mira për qytetarët. Gjatë mbledhjes u vendos që vijimësia e punëve në të gjithë territorin e bashkisë të mbështetet mbi transparencën, përgjegjësinë dhe komunikimin e vazhdueshëm me komunitetin, me synimin për të shërbyer sa më mirë interesit publik.